Unë kisha po, nështë si të vidja, punaj, isha mundu thjesht, si të vidja që ajo kish pas qef për njerëzit edhe për njerëz që po jetojnë sidomos që të kohë. Isha thonë, që të qeka mirë, po. Isha thonë, tetës dashni. Dashni. Vetëm dashni. Dunin e një tjetër, mëse hanin e një tjetër. Knaqnë me burra, knaqnë. Se më ne që kemi nga të Shumë faleminderit. Po, edhe si butrim për thamë, sinqerisht. Ma shumë dashni, ma shumë sinceritet, edhe ma shumë për krahas dhe njëri tjetrit. Mos mundohemi për shembull, nëse era ka fillu diçka të re, një emision të ri apo një diçka, ta ndihmojmë. Mos të bëhemi për çdo sens se jemi pak atë, që u bodhe, një që u bodhe dy. Jo, hajde ti ndihmojmë një tjetrin. Jemi shoqëni e vogël, ne ka qemi treg i madh. Ti ndihmojmë një tjetrin, ta përkrahojmë një tjetrin, edhe ku është më dal. Era e para ose butrindi i parë ose Agnesa ose kushdo tjetër. Vetëm thjesht ta përkrahojmë, mos bëhemi njerëz që më njëherë mundohemi me njëru, me ofendu, po të jemi përkrahas. Jo të japim me vëlla dashni më shumë. Jeta është shumë e mirë. Zoti na e ka dhënë tëna të mira. Ti jetojmë në një vend të mirë. Po ka probleme, po çdo kon ka probleme. Edhe këtu te na, po është vend i mirë. Kosova ka vende shumë të mira. Dil më vëlla sa më negativ është dil brezën gërmi, edhe diku në kam thënë, kënaqë ka pjesë natyrës të bukura, po kemi shoqëni të mira, ka neja të mira, ka klabe të mira. Dil kënaqë, sa më ndo negativisht, sa më në qysh me bo diçka keq, kënaqë, ka momente të mira. Po edhe je sa më afër familjes, mundohu për familjen, mundohu për rrethin ku jeton, me qatë sa ki mundësi. Një mbeturinë se e largon prej tokës ti bën çash. Është një kontribut i vogël për mendikem. Bën diçka, bën i dobishëm për shoqëninë në këtë mundësitë e mundshme edhe thjesht kënaqo, dashni.